Ju keni pas oferta për të qëndruar edhe në Itali, edhe në Lugano, Zvicrës, edhe në Amerikë. Ç'ishte kjo oferta dhe ofertat mira, por në Amerikë pak të di nga burime të tjera. Ç'ishte kjo këmbgulje jotja për të kthyer në Shqipëri? Sepse një profesion si juaj, fizioterapia, bën parë sot bilesosh nga bizneset më të avancuara. Unë edhe pse kam hëngër kol po këtu nga ky profesion, sepse mentaliteti maskil këtu i meshkujve kur vinë në qendra ishte ai unë jam po vi dhe kush të çaj qunin ose çfarë imagjinonin. Unë jam kthy duke u nis nga fjala guri rënd vend vet. Dhe unë këtu gjeja edhe qetësinë, gjeja edhe komunikimin me njerëzit e mi, atë respektin kudo që shkoja, isha i mirëpritur, kisha një respekt jashtëzakonshëm. Sa i me shoqe kur esim bashkë, thote nuk rrimo, për 50 metra takoj isha 10 metra. Dhe natyra jote e dashurve njerëzit. Edhe i doja njerëzit, edhe doja që ata të ishin sa më shëndetshëm, vetë sporti ta bën këtë, edhe shumë gjëra tjera pugjeshin në këtë dhe unë ndjesha shumë komod në botën tim. Duke i anashkalu këto ofertat jorse që ishin sidomos të Amerikës. Pendohesh me herë? Jo, në Amerikë kur kam qenë nuk jam dera asnjëherë rahat, më duke shumë e madhe, vetëm duke shumë i vogël, i paditur, ku diun, nuk e di, duke ku jam. Sidomos kur na vinin ato në mes të bakteve, ato kanë kutijat me Coca-Cola, patatë. Lena, ajo shkime është skandal. Thosha çfarë bëhet? Nuk e ke pa që 80% amerikanëve janë obez? Shumë obez dhe jam habit edhe me papasetin, mund të them Manhattan aty. Qytetet e mëdha janë i bret. Mi unë rrugë bom. Pa, Manhattan është botë, tash është botë, dhe më keq se çka ke lëndi. Dhe thosha kur po kthehem në shtëpinë. Po domethënë ju u kthyt. Hapët gjitha të biznese. Kush ke arsye që i mbyllë? Hapët sa një 5, 6, 7 qendra. 6 qendra. 6 qendra. Kjo ishte arsyeja që i mbylla, sa fillun dhe gocat më thonin profesor mos na thuj më masazhatore se na duket si ofendim. Ai mentaliteti maskil, ignoranca ballkanase sidomos e shqiptarit. I duke vetes superior, sa vinin aty ishte një. Shkojshin për masazhe, kërkojshin gjë tjetër. Po pak rëndësi ka, po vetëm ai mentaliteti ose ai afrimi i njerëzve klientë për të dëshiruar, domethënë. Pavarësisht se kisha shumë klientë mirë, shumë njerëz të mirë në të gjitha fushat, por disa tipe nga këto ta vështirostin ato, edhe punën edhe marrëdhënien. Mund të them sot që ato gocat që kanë qenë atëherë në këto qendra sot janë lider ke klinikat e veta, kanë ecur përpara, po